Të nderuar teleshikues, përshëndetje, do të jemi bashkë në këtë edicion informativ këtu në Drita Televizion. Ju njohim me zhvillimet e ditës. Zona e Cirkut në Tiranë do të marrë një pamje të re fal një konkursi ndërkombëtar ku garuan 6 studio prestigjioze arkitekture nga vende të ndryshme. Kryeministri i vendit, Edi Rama, e cilësoi projektin si një hap të rëndësishëm në rrugën e transformimit të kryeqytetit dhe të vendit. Projekti do të sjellë gjithashtu një shtëpi të re për teatrin e Metropolit, duke pasuruar jetën kulturore të qytetit. Një tjetër zonë e njohur e kryeqytetit, ajo i Cirkut, pritet të kthehet në një hapësirë moderne dhe multifunksionale fal një projekti arkitekturor për përzgjedhjen përmes një konkursi ndërkombëtar. 6 studio të njohura nga Danimarka, Britania e Madhe, Franca, Spanja, Japonia dhe Italia konkuruan me ide të veçanta për të sjellë një transformim të plotë të kësaj zone. Kryeministri Edi Rama gjatë prezantimit të projektit vlerësoi këtë si një hap thelbësor në rrugën e zhvillimit urban të Tiranës dhe gjithë vendit. Është një tjetër gur i rëndësishëm që ne synojmë të vëmë në rrugën e re të vendit, një rrugë ku Tirana është lokomotiva e një transformimi epokal, fal edhe pikërisht këtyre zhvillimeve që kanë përfshirë një numër të jashtëzakonshëm arkitektësh ndërkombëtar dhe që kanë krijuar një hapësirë të jashtëzakonshme për arkitektët vendas, për të gjithë vajzat dhe djemt që kanë pasion arkitekturën dhe që e ushtrojnë këtë profesion, që faktikisht të jetojnë në një vend që sot është një universitet i hapur dhe që fal jo vetëm këtyre konkurseve, po dhe partneriteteve me studiot e mëdha ndërkombëtare të mund të përfitojnë një dije shumë të çmuar, një dije përmes ndërveprimit me profesionist shumë të spikatur të kësaj fushë mundësish edhe parafytyrimesh të pafundme. Nuk dua të zgjatëm më tutje, dua. Nga ana e saj, kryetaria e komanduar e Bashkisë së Tiranës, Anuela Risani, bëri të ditur se pjesë e këtij transformimi do të jetë edhe ndërtimi i një shtëpie të re për teatrin e Metropolit, duke shtuar dimensionin kulturor të projektit dhe duke krijuar më shumë hapësira publike për komunitetin. Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama mori medaljen presidenciale të nderit nga presidenti izraelit Isaac Herzog në një ceremoni në Jeruzalem. Ky nderim vlerësoi rolin e Shqipërisë në mbrojtjen e hebrejve gjatë luftës së dytë botërore, duke ruajtur traditën e besës dhe nderit. Rama tha se ky çmim është një nder për të gjithë shqiptarët dhe kontributin e tyre në mbrojtjen e jetëve hebraike. Në një ceremoni solemne të mbajtur në rezidencën presidenciale në Jeruzalem, kryeministri Edi Rama u nderua me medaljen presidenciale të nderit nga presidenti i Izraelit Isaac Herzog. Gjatë fjalës së tij, Rama u shpreh se ky ishte një nder i jashtëzakonshëm për të, teksa shtoi se Shqipëria është për zgjidhjen mes dy shteteve. Ai theksoi se Hamazi nuk është lëvizje rezistence, por janë nazist e shekullit të ri. Siç e kam thënë më parë, dua të përsëris dhe tani, Shqipëria ka qenë gjithmonë mbështetëse e zgjidhjes mes dy shteteve, por në kundërvështrimin tim e në kundërvështrimin ton nuk ka zgjidhje me Hamazin, aty dhe ndryshe nga që janë përpjekur të tjerë të thonë. Hamazi nuk është lëvizje rezistence, Hamazi ija nazist të shekullit të ri. Historia na ka mësuar se me nazistët nuk ka paqe, me nazistët nuk ka kompromis. Mëtej, Rama vuri theksin tek legjislacioni që kanë miratuar kundër antisemitizmit. Shqipëria është një vend me shumicë muslimane, por kjo ishte një nga arsyet pse nazistët nuk mundën të mbërrinin tek hebrejt, sepse muslimanët ishin buroja e tyre më e fortë. Në përpjekje për të ndërtuar mbi këtë histori, ne bëjmë gjithçka mundemi që të ngrejmë zërin kundër antisemitizmit. Ne kemi miratuar të gjithë legjislacionin kundër antisemitizmit dhe kemi promovuar mësimin mbi Holokaustin hebre, duke integruar atë në kurrikulën ton shkollore, sepse është bindja jon e palëkundur që kjo s'ka të bëjë me hebrejt, kjo ka të bëjë me humanizmin ton. Presidenti Herzog vlerësoi më tej trashëgiminë shqiptare dhe kodin e besës, duke e cilësuar atë si simbol të nderit dhe kurajos gjatë Holokaustit. Dua të përgëzoj të gjithë ata që jam lidhur këtu për çuarjen përpara më tej të bashkëpunimit midis kombeve tona në mënyrë kaq të rëndësishme. Sigurisht vizioni i partneritetit dhe miqësisë son shkon përtej vetëm dy kombeve. Ai mëshiron modelin e partneritetit midis etnive, besimit fetar, e jap se kemi me ne sot udhëheqës kaq të rëndësishëm fetar, të cilët
cilët mund të ndihmojnë të transformojnë Mesdheun Lindor nga një rajon konflikti në një korridor bashkëpunimi e ndërlidhjeje, në një model tolerance paqeje për lindjen e mesme, Europën e deri në Indi, e mëtej në lindjen e largët, në Azinë Juglindore e përtej. Rama vizitoi Izraelin për një qendrim dy ditor ku është nënshkruar një marrëveshje bashkëpunimi me qendrën spitalore universitare Sheba Medical Center në Tel Aviv. Ish-kryeministri Sali Berisha i bëri thirrje Partisë Popullore Europiane për të mbështetur opozitën shqiptare duke akuzuar qeverinë e Edi Ramës për përndekje politike dhe lidhje me krimin e organizuar. Gjatë fjalës së tij, Berisha ngriti shqetësimin mbi shkeljen e të drejtave të njerëzit dhe manipulimin e zgjedhjeve. Ish-kryeministri Sali Berisha, i cili udhtoi drejt Strasburgut në një takim me Partinë Popullore Europiane, ka akuzuar qeverinë e Edi Ramës për përpjekjen politike ndaj liderëve të opozitës, duke përfshirë dënimin e ish-deputetit Ervin Saliani dhe shtypjen e opozitës për të garantuar një mandat të katërt. Berisha ngriti gjithashtu shqetësime serioze për drejtësinë në Shqipëri, duke theksuar se 67% të arrestuarve janë në paraburgim dhe se torturat dhe vdekjet në burgjet shqiptare janë të zakonshme. Tani, nëse shikoni Shqipërinë, është një vend ku nuk ekziston më prezumimi i pafajësisë. 67% të arrestuarve janë në paraburgim, torturat janë të zakonshme, vdekjet në burgjet shqiptare janë të zakonshme. Zonja dhe zotërinj, Shqipëria po del si një shtet me kartel droge dhe krim të organizuar. Kryeministri shqiptar vetë priti në zyrën e tij një koordinator të gjithë këtyre organizatave kriminale dhe emri i tij është shumë i njohur. Rama u ofron atyre, ata kontrollojnë të gjithë lejet e ndërtimit në vend. Kush vjen në Tiranë mund të shohë shumë kulla teksa ngrihen, por gazetarët investigativ kanë zbuluar se vetëm 20% e parave vijnë nga sistemi bankar, të tjerat vijnë nga nontoka. Vrasësit, trafikantët, vrasësit serial e bëjnë ligjin në zgjedhje. Ai akuzoi gjithashtu Ramën për lidhje me grupe kriminale, duke thënë se vetë kryeministri kishte pasur kontakte me koordinator të organizatave kriminale, kështu që këto zgjedhje janë një proces me një makineri të madhe blerje votash dhe një makineri të madhe frike që kontrollon vullnetin e popullit. Gjatë këtyre javëve, kryeministri vetë do të jap 100 euro për çdo pensionist si dhuratë për votën. Krahas kësaj, është kanabisi për votën. Ai ka shpërndar 148 licenca për të mbyll kanabis në mbar vendin. Ai nuk respekton asnjë ligj të kodit elektoral. Fletët e votimit për qytetarët shqiptar jashtë vendit kanë britur në Shqipëri dhe janë vendosur në Parkun Olimpik, ku do të monitorohen me kamera. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka nisur përgatitjet për shpërndarjen e tyre në shtetet përkatëse, ndërsa fletët do duhet të dërgohen brenda 3 ditëve nga marrja. Fletët e votimit për qytetarët shqiptar jashtë vendit kanë mbritur tashmë dhe janë vendosur në Parkun Olimpik, ku do të monitorohen nga kamerat për të siguruar integritetin e procesit zgjedhor. Fletët e votimit janë prodhuar nga një kompani e kontaktuar nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve dhe do të dërgohet në shtetet ku jetojnë shqiptarët që janë regjistruar në sistemin elektronik të regjistrimit. KQZ-ja ka përcaktuar se shpërndarja e fletëve të votimit do të nisë me 15 prill dhe do të përfundojë në 22 prill për Europën, ndërsa për kontinentet e tjera periudha do të jetë 15 deri në 25 prill. Qytetarët shqiptar që do të votojnë nga jashtë nuk do të paguajnë asnjë pagesë për dërgimin dhe kthimin e fletëve të votimit, pasi kosto do të mbulohen nga KQZ. Ata do të kenë 3 ditë kohë për të kthyer fletën e votimit në KQZ pas marrjes së saj. Numri i emigrantëve që kanë shprehur vullnetin për të votuar dhe janë regjistruar është 245.808 persona, ndërsa numri total i personave me të drejtë vote për zgjedhjet e 11 majit është mbi 3.7 milion. Kreu i misionit OSBE-u Xhirit ambasadori Lamberto Zanjer ka zhvilluar ditën e sotme një takim në selinë e Partisë së Lirisë. Mosohet se ky takim ka ardhur në kuadër të vëzhgimit të fushatës për zgjedhjet parlamentare të 11 majit. Zanjer gjatë fjalës së tij u shpreh se në këtë takim u njoh me shqetësimet e ngritura nga Partia e Lirisë. Sa i përket arrestimit të presidentit të Partisë së Lirisë Ilir Meta, ai nuk e komentoi. Misioni OSBE-u Xhirit ka nisur takimet informuese me përfaqësuesit të subjekteve politike që do të marrin pjesë në zgjedhjet e përgjithshme të 11 majit. Të hënën, ambasadori Lamberto Zanjeri, kreu i misionit të OSBE-u Xhirit, zhvilloi një takim me Partinë e Lirisë, ku pati një prononcim të shkurtër në lidhje me situatën aktuale. Gjatë takimit, ai u pyet për arrestimin e ish-presidentit Ilir Meta, por ai refuzoi të jepte një qendrim, duke theksuar se qëndrojnë pas shtetit të së drejtës, transparencës dhe zbatimit të ligjit të papolitizuar.
Nuk kam një qëndrim në lidhje me këtë çështje dhe nuk mund të jap një mendim apo një gjykim. Qëndrojmë pas shtetit të së drejtës, transparencës dhe qëndrojmë pas zbatimit të ligjit të papolitizuar. Ndërkohë, në një prononcim pati edhe sekretari i Partisë së Lirisë Edi Blushi, i cili tha se informoi ambasadorin për problematikat që sipas tij kanë shoqëruar këtë fushat, duke përfshirë përdorimin e administratës publike dhe patronazhistët nga Partia Socialiste, si dhe përfshirjen e aseteve shtetërore në zgjedhje, si dhe dënoi mbajtjen e Metës në burg. Për zgjedhjet e 11 majit, OSBE-u do të dërgojë 26 vëzhgues afatgjat dhe 300 vëzhgues afatshkurtër për të monitoruar procesin zgjedhor dhe të sigurojnë që zgjedhjet të jenë të lira, të ndershme dhe transparente. Kryetari i Komisionit të Prokurimit Publik, Jonaid Myzyri, është paraqitur këtë të hënë në prokurinë e posaçme për një seancë të mundshme hetimore. Ai ka qëndruar brenda ambienteve të prokurorisë për më shumë se 2 orë, por nuk ka dhënë asnjë koment për mediat. Partia Demokratike ka ngritur akuzat se zëvendëskryeministri Belinda Balluku po përpiqet të rizgjedhë Myzyrin në krye të komisionit. Kryetari i Komisionit të Prokurimeve Publike, Jonaid Myzyri, u paraqit këtë të hënë në mëngjes në prokurinë e posaçme ku qëndroi për më shumë se 2 orë. Ende në fakt nuk është sqaruar arsyeja e thirrjes së Myzyrit nga prokurorët, ndërsa ai ka refuzuar të flasë për mediat kur është pyetur mbi këtë çështje. Myzyri mban postin e kryetarit të KPP-s prej vitit 2020. Komisioni i Prokurimit Publik është organi më i lartë administrativ për çështjet e prokurimeve, i cili shqyrton ankesat lidhur me procedurat e prokurimit publik, koncesionet, ankantet publike dhe procedurat për dhënien e lejeve minerare. Ndërkohë, Partia Demokratike ka akuzuar zëvendëskryeministren Belinda Balluku se po përpiqet të imponojë zgjedhjen e Myzyrit në krye të Komisionit të Prokurimeve Publike për një mandat tjetër. Këto akuza janë rritur pas disa përplasjeve politike mbi transparencën dhe menaxhimin e tenderave të mëdhenj të qeverisë. Partia Demokratike ka theksuar se do të monitorojë me kujdes procesin e rizgjedhjes për të siguruar se çdo vendim të merret në përputhje me ligjin dhe me standardet e integritetit. Monika Kuremadi ka pranuar masën e sigurisë detyrim paraqitje dhe është tërhequr nga kërkesa për shfuqizimin e saj. Ajo po hetohet për 3 vepra penale: pastrim parash, korrupsion dhe mosdeklarim pasurish në lidhje me çështjen Çezdia dhe lobimin e Lëvizjes Socialiste për Integrim në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ish presidenti Ilir Meta po qëndron në burg për shkak të akuzave të ngjashme. Gjykata e posaçme për krime të rënda ka rrëzuar kërkesën e Monika Kuremadit për revokimin e masës së sigurisë, e cila ka kërkuar heqjen e detyrimit për paraqitje. Çështja është gjykuar nga trupi gjykues i përbërë nga gjyqtari Erion Çela, i cili pas shqyrtimit të pretendimeve të Kuremadit vendosi që të mos e pranonte kërkesën e bërë nga deputetja e Partisë së Lirisë. Ky vendim mund të ankimohet në apelin e posaçëm. Monika Kuremadi ndodhet në arrest nën masën e sigurisë detyrim paraqitje pas akuzave për pastrim parash, korrupsion dhe mosdeklarim pasurish të lidhura me çështjen Çezdias dhe lobimin e LSI-s në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Përveç këtyre akuzave, ndaj saj dhe ish presidentit Ilir Meta ka nisur dhe një hetim pasuror, ndërsa prokuroria e posaçme dyshon se ato kanë përfituar në mënyrë palishme gjatë kohës që kanë qenë në pushtet. Më herët Kuremadi ka kërkuar edhe heqjen e sekuestrimit të vilës së saj, e cila është bllokuar me urdhër të SPAK, por kërkesa e saj është refuzuar. Eci me të tjera informacione, Vladimir Topiana, 43 vjeçar, humbi jetën në një ngjarje të tmerrshme të ndodhur në parkingun e një lokali në Fontana Freda në Itali pas një debati që u shndrua në një vrasje me armë zjarri. Autori, një tjetër shqiptar, u arratis pas krimit, por u ndalua nga policia pas disa orësh. Një ngjarje tragjike ndodhi mbrëmjen e së dielës në qytetin Fontana Freda në Itali, ku 43 vjeçari shqiptar Vladimir Topiana u qellua për vdekje pas një debati të ndodhur në parkingun e një lokali. Viktima u identifikua si Vladimir Topiana, i cili kishte dalë për të parë ndeshjen Roma Juventus në një lokal së bashku me djalin e tij 17 vjeçar. Gjithashtu raportohet se autori i dyshuar është një 30 vjeçar shqiptar i cili mbriti pranë lokalit me një Audi dhe në debate sipër me Topianën e ka qelluar me armë
zjarri. Autori i krimit dhe bashkëpunëtorët e tij u larguan menjëherë me makinën Audi, por policia arriti ta ndalonte atë pas disa orësh rreth mesnate afër kufirit të Venetos. Hetimet janë ende në fazat e para, por dyshohet se ky akt dhune nuk është një incident i rastësishëm. Dëshmitarit e ngjarjes, por edhe pamjet e kamerave të sigurisë po shqyrtohen për të zbuluar motivin e vrasjes dhe dyshohet se motivet i kanë rënjët në një marrëdhënie personale, ndoshta familjare midis viktimës dhe autorit. Viktima, i cili ishte shofer, humbi jetën në vendin e ngjarjes pavarësisht ndihmës së shpejtë të ekipeve të ambulancës. Miqtë dhe familjarët e tij arritën shpejt në vend të shokuar nga lajmi tragjik. Po ashtu, hetuesit janë ende duke analizuar mundësitë e një larje hesapesh midis dy palëve, ndërsa familja dhe ata që e njihnin 43 vjeçarin janë të shkatruar nga humbja e papritur. Hetimet për vrasjen e Ilaria Sulës, studentes shqiptare 22 vjeçare, janë thelluar pas arrestimit të ish të dashurit të saj. Skuadra e hetuesve italiane dyshon se ish i dashuri mund të mos ketë vepruar i vetëm dhe ka pasur ndihmë në fshehjen e trupit të Ilarias, ndoshta nga nëna e tij. Ndërkohë, familja e Ilarias po bën omazhe për vajzën e cila u gjete pa jetë pas disa ditë kërkimesh. Nëna e 23 vjeçarit Filipinas, i akuzuar për vrasjen e studentes shqiptare Ilaria Sula, është në hetim për bashkëpunim në fshehje të trupit të viktimës. Ajo ka qenë e pranishme në shtëpi gjatë momentit të krimit dhe ka dëgjuar britmat e vajzës që vinin nga dhoma e gjumit ku ndodhi vrasja. Kur ka hyrë në dhomë, ajo ka parë trupin e pajetë të Ilaria Sulës dhe e ka ndihmuar djalin e saj në pastrimin e vendit të krimit. Për këtë arsye, prokuroria do të hetojë më tej rorin e saj dhe mund të regjistrojë atë si të dyshuar në bashkëpunim në fshehjen e trupit. Në versionin e Markut, ai pretendon se ka vrarë Ilarian pas një debati të ashpër rreth orës 23 në 25 mars. Sipas tij, ai kishte zbuluar mesazhe të Ilarias me një tjetër djalë dhe kishte humbur kontrollin. Pas krimit, ai ka pastruar dhomën, ka fshirë çdo gjurmë dhe ka hedhur në kosh materialet që mund të lidheshin me ngjarjen. Më pas, ai udhëtoi me makinë dhe braktisi trupin e saj në një shkëmb. Trupi Ilarias u gjet në 2 prill pas informacioneve të marra nga një person i afërt me Samsonin, i cili tentoi ta mashtrojë publikun dhe të devijonte hetimet duke postuar një mesazh në llogarinë e Instagramit të Ilarias, duke thënë se ajo ishte mirë dhe gjithçka ishte në rregull. Hetuesit dyshojnë se Ilaria mund të ketë vdekur mes natës së 25 dhe 26 marsit dhe se dikush mund ta ketë ndihmuar Samsonin në fazën e fshehjes së trupit. Dyshimet e tyre janë forcuar nga dëshmitë e tjera dhe mungesa e përgjigjeve të sakta nga Marku për disa pyetje, veçanërisht për rolin e prindërve të tij në ngjarje. Ndërkohë, familja e Ilarias është shkatruar nga humbja dhe po përgatitet për lamtumirën e saj të fundit. Disa ditë pas vdekjes, ata organizuan homashe për të nderuar jetën e saj. Në një ceremoni të planifikuar, një kortezh funerale do të niset nga shtëpia e familjes në Terni për të shkuar në varrezat komunale ku pritet të mblidhen të afërt, të miq dhe të njohur për të dhënë lamtumirën e fundit. Universiteti La Sapienza, ku Ilaria studionte, ka shpadur një ditë pezullim mësimit për të lejuar pjesëmarrjen e studentëve dhe stafit të mësimdhënies në funeral. Do të ecim me zhvillimet nga rajoni. Bashkimi Evropian e konsideron dialogun Kosovë-Serbi si një ndër prioritetet kryesore dhe po shqyrton të gjitha dështimet që kanë penguar progresin deri më tani. Shefja e diplomacisë europiane, Kaja Kallas, tha nga Podgorica se pa normalizimin asnjëra nga palët nuk mund të ecë drejt integrimit të Bashkimit Evropian. Marrëveshja arritur në vitin 2023 mbetet ende e pazbatuar nga të dyja vendet. Normalizimi i marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë është thelbësor për Bashkimin Evropian, i cili po punon për të analizuar dështimet që kanë shoqëruar procesin e deri tanishëm të dialogut. Këtë e konfirmoi edhe përfaqësuesja e lartë për politikën e jashtme të Bashkimit Evropian, Kaja Kallas, e cila gjatë një vizite në Podgoricë theksoi se bloku evropian do të shqyrtojë me kujtesë gjithë procesin për të gjetur rrugëzgjidhje efektive. Për ne është e rëndësishme që të arrihet normalizimi i marrëdhënieve, pasi pa këtë as Kosova dhe as Serbia nuk mund të përparojnë drejt integrimit evropian, deklaroi Kallas, pa lënë detajet e hollësishme për problemet specifike që kanë ndikuar në ngecjen e procesit. Megjithëse në vitin 2023, në ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian, Prishtina dhe Beogradi firmosën një marrëveshje për rrugën drejt normalizimit. Ajo nuk është zbatuar nga palët. BE-ja ka kritikuar vazhdimisht të dy qeveritë për mungesën e vullnetit politik dhe mos respektimin e detyrimeve të marra përsipër. Dialogu me gjithë përpjekjet disa vjeçare vazhdon të përballet me tensione dhe sfida të mëdha.
Eci me zhvillimet nga bota, presidenti Donald Trump ka paralajmëruar qeveritë e huaja se duhet paguajnë shumë para për të hequr tarifat e reja të shpallura, duke i quajtur ato si një ilaç për ekonominë amerikane, edhe pse ato kanë shkaktuar rënje në tregjet financiare globale. Ndërkohë, investitorët dhe liderët global shprehin shqetësimin për pasojat që mund të sjellin këto tarifa të larta, duke rrezikuar një recesion të mundshëm botror. Presidenti SBA Donald Trump ka paralajmëruar se qeveritë e huaja do të duhet të paguajnë shumë para në mënyrë që të heqin tarifat e reja që ai ka vendosur, duke i quajtur këto detyrime një ilaç për ekonominë amerikane. Megjithatë, ky qëndrim ka pasur pasoja të menjëhershme për tregjet financiare globale, të cilat u përballën me humbje të mëdha të hënën. Çmimet e naftës ranë dhe investitorët u shqetësuan për mundësinë e një recesioni global, pasi tarifat e reja mund të çojnë në kërkesë më të ulët dhe çmime më të larta. Në Azi, bursa e Kinës dhe ajo e Hong Kongut pësuan rënje të thellë, ndërsa raporte shtetërore njoftuan se Fondi Sovran i Kinës kishte ndërhyrë për të stabilizuar tregun. Në Taiwan, aksionet ranë me pothuajse 10%, duke shënuar rënjen më të madhe të regjistruar ndonjëherë, ndërkohë që tregjet e Evropës dhe ZhBA-s gjithashtu kishin një fillim të rëndë të javës. Pavarësisht këtyre humbjeve, Trump ka deklaruar se nuk është i shqetësuar për pasojat afatshkurtra të tarifave dhe se ato mund të jenë një ilaç për të rregulluar ekonominë. Ai shtoi se kishte diskutuar me liderët europian dhe aziatik, të cilët kërkojnë uljen e tarifave deri në 50%, por vetëm nëse SBA-ja do të marrë shumë para nga vendet e tjera. Breshëria e tarifave të Trumpit ka nxitur kritika nga liderët global, duke përfshirë miliarderin Bill Ackman, i cili kërkoi që këto tarifa të ndalohen për të shmangur një dimër ekonomik bërthamor. Politika e tarifave të presidentit Trump ka nxitur një val tensionesh në tregje globale, duke bërë të pasigurt të ardhmen ekonomike. Pavarësisht deklaratave të tij për të mbështetur ekonominë amerikane, shumë analistë janë të shqetësuar se këto masa mund të shkaktojnë dëme afatgjata për marrëdhëniet ndërkombëtare dhe për stabilitetin e tregjeve financiare. Ndërkohë, disa shtete si Kina kanë reaguar me masa hakmarrëse, duke përkeqësuar më tej situatën. Ndërsa Trump vazhdon të insistojë për tarifat, është e paqartë nëse ai po ndjek një strategji afatgjat ose po përdor këto masa si një mjet negociues. Tregjet, nga ana e tyre, po përballen me pasiguri të madhe, duke u munduar të parashikojnë ndikimet afatgjata të këtyre politikave. Bashkimi Evropian do të kërkojë të dalë në një front të bashkuar kundër tarifave të presidentit amerikan Donald Trump, duke miratuar një grup masash që mund të arrijnë deri në 28 miliard dollar, duke përfshirë madhra nga filli dentar deri tek diamantet. Ky hap mund të përshkallëzojë tensione tregtare, duke çuar botën më afër një lufte tregtare dhe rrezikuar recesionin ekonomik. Në ditët në vijim, vendet e Bashkimit Evropian do të kërkojnë të veprojnë së bashku në përgjigje të tarifave të shpallura nga presidenti amerikan Donald Trump. Bloku i 27 shteteve anëtare është duke përgatitur një masë hakmarrëse që mund të arrijë deri në 28 miliard dollar dhe të përfshijë një gamë të gjerë produktesh nga filli dentar deri te diamantet. Ky veprim mund të shënojë një përshkallëzim të marrëdhënieve tregtare dhe mund të çojë në një luftë tregtare globale që do të shkaktonte rritje të çmimeve dhe recesion për konsumatorët dhe ekonomitë. Tarifat amerikane, që përfshin 25% për qelikun, aluminin dhe makinat, do të prekin një pjesë të madhe të eksporteve të BE-s në SHB, të cilat vlerësohen në 532 miliard euro vitin e kaluar. Komisioni Evropian do të propozojë një listë të produkteve amerikane për të goditur me tarifa hakmarrëse, duke përfshirë mishin, drithërat, verën, veshjet dhe produkte të tjera si çamçakzat, filli dentar dhe letrën higjienike. Një produkt i përmendur veçanërisht është burboni, për të cilin BE ka vendosur një tarifë prej 50%, duke shkaktuar kërcënime nga Trump për tarifa deri në 200% ndaj pijeve alkolike. Ndërkohë, disa shtete të BE-s kanë shprehur shqetësime rreth këtyre masave. Franca dhe Italia janë të shqetësuara për ndikimin që do të kenë këto tarifa në industrinë e verës, ndërsa Irlanda, e cila ka një eksport të madh në SBA, ka kërkuar një përgjigje të kujdesshme. Presidenti francez Emmanuel Macron ka sugjeruar që kompanitë europiane të ndërpresin investimet në SBA derisa të zgjidhen çështjet tregtare, ndërsa disa shtete të tjera janë më të menduara për pasojat e mundshme të këtyre tarifave. Liderja e ekstremit të djathtë franceze Marine Le Pen është shpallur fajtore për një rast përvicimi të fondeve të Bashkimit Evropian dhe është dënuar me 4 vite burg, 2 nga të cilat me kusht. Megjithatë, ajo e ka bërë të qartë se nuk do të dorëzohet dhe do të vazhdojë të luftojë, duke i quajtur dënimin e saj një vendim politik. Dënimi i ashpër që mori Marine Le Pen nga gjyqësori vendas nuk e ka zbrapsur atë. Liderja e ekstremit të djathtë franceze u ka bërë thirrje mbështetësve të saj që të mos humbin shpresën dhe të vazhdojnë të luftojnë për çështjen që ajo e quan të drejtën për të mbrojtur Francën.
teksa ju drejtua turmave në Paris pas shpalljes së dënimit, Le Pen tha: "Ky nuk ishte një vendim i drejtësisë, por qartazi, një vendim politik. Ne jemi të përkushtuar ndaj luftës dhe në këtë moment, vetë ekzistenca e Francës është në rrezik." Le Pen u shpall fajtore për përvetësimin e fondeve të BE-s, duke përdorur para të Bashkimit Evropian për aktivitete politike që nuk kishin lidhje me qëllimet e parashikuara. Ajo u dënua me 4 vite burg, 2 prej të cilave me kusht dhe i është ndaluar të kandidojë për poste publike për 5 vjet. Ky dënim erdhi në një moment kur ajo udhëhoqi sondazhet për zgjedhjet presidenciale të vitit 2027. Pas vendimit të gjykatës, avokati Le Pen tha se do të apelohet kjo çështje, duke shpresuar që procesi i apelit të përfundojë shpejt, pasi ky mund të jetë shansi i vetëm i saj për të marrë pjesë në zgjedhje. Sipas historianit Pierre Laurent nga Universiteti i Orleanit, nëse apelimi nuk ka vonesa të gjata, Le Pen mund të ketë ende mundësinë të konkurrojë për presidencën e Francës. Dënimi i Marine Le Pen ka ngritur reagime të forta nga mbështetësit e saj, të cilët e shohin këtë si një përpjekje për të shuar lëvizjen e saj politike dhe për të minuar mundësinë e një candidateje të djathtë për presidencën. Shumë nga të argumentojnë se ky proces është një vazhdim i përpjekjeve për të dobësuar opozitën ndaj qeverisë aktuale dhe për të ndaluar ndryshimet që Le Pen ka propozuar për të ardhmen e Francës dhe të Evropës. Ushtria izraelite ka bërë me dije se ushtarët e saj hapën zjarr ndaj 3 individëve, duke pretenduar se ata i hodhën gur në autostradë dhe rrezikuan jetën e civilëve. Pas ngjarjes, njëri nga ata u vra dhe 2 të tjerë u plagosën. Ushtria ka shpërndar një video të paqartë që tregon momentin e incidentit dhe ka deklaruar se operacionet në bregun perëndimor do të vazhdojnë për të mbrojtur banorët. Ushtria izraelite IDF ka njoftuar se gjatë një operacioni të zhvilluar në Turmusaja, një fshat në bregun perëndimor, ushtarët hapën zjarr ndaj 3 individëve, të cilët ata i konsideruan si terroristë që hidhnin gur në drejtim të një autostrade. Ushtria tha se gurët po rrezikonin sigurinë e qytetarëve që udhtonin me makinë. Sipas njoftimit, si pasojë e këtij veprimi, njëri nga individët u vra, ndërsa 2 të tjerë mbetën të plagosur. Ushtria izraelite shpërndau gjithashtu një video të paqartë, në të cilën shfaqen 3 figura të cilat janë tepër të paqarta dhe nuk mund të identifikohen me saktësi. Ushtria ka deklaruar se do të vazhdojnë operacionet në bregun perëndimor për të mbrojtur jetën e qytetarëve të Izraelit dhe për të ruajtur sigurinë në zonë. Ky incident ndodhi në një periudhë kur operacionet ushtarake izraelite në bregun perëndimor janë intensifikuar pas një periudhe të qetësisë që pas armëpushimit në Gaza. Ushtria ka arsyetuar aksionet e saj si një përgjigje ndaj grupeve militante palestineze që kryejnë sulme ndaj ushtarëve dhe civilëve izraelit. Sidoqoftë, organizatat për të drejtat e njeriut dhe palestinezët kanë kritikuar ashpër këto operacione, duke pohuar se ato kanë pasur pasoja të rënda për civilët dhe kanë shkatëruar infrastrukturën rëndësishme civile. Duke u kthyer në kontekstin e ngjarjeve të mëparshme, sulmet dhe vrasjet e qytetarëve amerikan nga forcat izraelite në territoret e pushtuara palestineze kanë qenë një problem i vazhdueshëm për shumë vite. Në vitin 2003, aktivistja amerikane Rachel Corrie u vra nga një buldozer i ushtrisë izraelite, ndërsa po përpiqej të ndalonte shkatërimin e shtëpive palestineze në Gaza. Gjithashtu, në vitin 2022, gazetarja e njohur palestineze amerikane Shiren Abu Akleh u vra ndërsa po raportonte në bregun perëndimor, një ngjarje që ka shkaktuar reagime të forta ndërkombëtare dhe një debat të vazhdueshëm rreth përgjegjësisë për vdekjen e saj. Operacionet ushtarake izraelite kanë vazhduar të rriten gjatë vitit 2023, me një intensifikim të veprimeve që ka shkaktuar zhvendosjen e rreth 40.000 palestinezëve nga shtëpitë e tyre. Ushtria ka justifikuar këto veprime si një përpjekje për të luftuar grupe militante, por palestinezët dhe organizatat ndërkombëtare për të drejtat e njeriut shohin një tjetër histori, ku civilët janë të përfshirë dhe ata që vuajnë janë gjithashtu ata që nuk janë të lidhur me grupet militante. Në fund të shkurtit të vitit 2023, Izraeli dërgoi tanke në bregun perëndimor për herë të parë në 2 dekada, duke shënuar një përshkallëzim të ri të tensioneve dhe operacioneve ushtarake në këtë rajon, të pasigurt dhe të trazuar. Të nderuar teleshikues, do të njihemi me parashikimin e motit. Territori shqiptar për datën 8 prill do të vijojë të ndikohet nga kushte atmosferike të paqëndrueshme, me alternime kthjellimesh dhe vranësirash, të cilat her pas here do të sjellin rreshje shiu të izoluara, kryesisht në veri dhe qendër të vendit. Në zonat malore, rreshjet mund të shoqërohen me ndonjë shtrëngat të shkurtër. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 3 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale pritet të arrijë deri në 21 gradë Celsius në disa zona të ulta dhe bregdetare. Era do të fryejë lehtë deri mesatare nga drejtimi veri perëndimor me shpejtësi 7 deri në 12 metër për sekond, ndërsa përgjatë vijës bregdetare mund të arrijë deri në 14 metër për sekond.
Deti parashikohet me dallgëzim të lehtë deri në 3 ball. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa nga qytetet kryesore të Shqipërisë do të jetë si më poshtë. Shkodër 8 deri në 20 gradë Celsius. Kukës 6 deri në 16 gradë Celsius. Peshkopi 5 deri në 15 gradë Celsius. Tiranë 9 deri në 21 gradë Celsius. Durrës 10 deri në 22 gradë Celsius. Kavaj 9 deri në 21 gradë. Elbasan 7 deri në 20 gradë. Berat 7 deri në 21 gradë Celsius. Korç 4 deri në 14 gradë. Vlorë 10 deri në 22 gradë Celsius. Gjirokastër 7 deri në 19 gradë. Sarand 10 deri në 21 gradë Celsius. Territori i Kosovës për datën 8 prill 2025 do të përfshihet nga një mot pjesërisht i vranët, me mundësi për rreshje të dobëta lokale në orët e pasdites. Në shumë zona do të ketë intervale me diell, veçanërisht në pjesën jugore të vendit. Temperatura minimale pritet të jetë 2 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale pritet të arrijë deri në 17 gradë Celsius. Era do të fryjë e lehtë me drejtim verilindor, me shpejtësi mesatare prej 6-11 metër për sekond, ndërsa në disa lugina mund të ketë fryrje më të fuqishme, deri në 13 metër për sekond. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa nga qytetet kryesore të Kosovës do të jetë si më poshtë. Mitrovic 2 deri në 15 gradë Celsius. Podujev 3 deri në 14 gradë. Skënderaj 2 deri në 13 gradë. Pej 3 deri në 15 gradë Celsius. Prishtinë 3 deri në 17 gradë. Gjakov 4 deri në 16 gradë Celsius. Malishev 4 deri në 14 gradë. Gjilan 3 deri në 16 gradë Celsius. Ferizaj 3 deri në 16 gradë. Kaçanik 4 deri në 15 gradë. Suharek 5 deri në 14 gradë Celsius. Prizren 4 deri në 16 gradë Celsius. Ishte gjithçka e përgatitur në këtë edicion informativ. Ju faleminderit për vëmendjen tuaj. Bashkë do takohemi në edicione të tjera. Deri atëherë, miru takofshim.